Hithra, bima që i ka çuditur të gjithë, ja si ta përdorni. Hithra është bima që rekomandohet vazhdimisht edhe për trajtimin e një sër komplikacionesh dhe është një bimë natyrale medicinale nga më të zakonshmet. Kjo bimë përdoret për masazhe kundër dhimbjeve reumatike. Fillimisht është të përdorur që në kohën e historisë së lashtë të njerëzimit. Hithra ndihmon metabolizmin dhe nxit sekretimin e lëngjeve tretëse. Gjithashtu shërben edhe për infeksione të traktit urinar, pastrojnë gjakun dhe trupin nga toksinat, ndihmon edhe me sëmundjet e veshkave, inflamacionet e fshikës së tëmtit dhe ulçrave të stomakut. Nëse vetit e dobishme të hithrës përfshihen në dietën tuaj, atëherë do të ndihmojë në kundër problemeve të ciklit menstrual, me paqësimsinë dhe sëmundjet e mushkërive. Në kombinim me bimët e tjera, hithra mund të përdoret me sukses në trajtime të ndryshme të inflamacioneve. Personat të cilët vuajnë nga alergjitë duhet të pinë çajin e hithrës. Përdorimi i saj në mënyrë të mirë dhe të drejtë, atëherë do t'japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj të përgjithshëm, citon studimi.